Kapen në kruje Dibër, 2 shqiptarët e shumë kërkuar nga Italia. Vijon operacioni policor I koduar operacionali e shtrirë në disa qytete të vendit për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Operacioni nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale kapen në fushkruj dhe Dibër 2 persona me rrezikshmëri shoqërore të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia për pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafikim të lëndëve narkotike, shfrytëzim prostitucioni dhe vjedhje të rënd. Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara nga Drejtoria e Forcës Operacionale, brenda 12 orëve të fundit janë finalizuar dhe 2 faza të tjera të operacionit policor të koduar Operacionalia, konkretisht Operacionalia 39 në kuadër të cilit forcat operacionale bën të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin me qëllim ekstradimi drejt Italisë të shtetasit Klodian Llomi Mazari, 34 vjeç banues në Maqellar Dibër. Gjykata e Apelit të Rom, Itali, në vitin 2023 ka dënuar të shtetas me 6 vjet, 7 muaj dhe 2 ditë burg për veprat penale, organizatë kriminale, trafikimi lëndëve narkotike dhe shfrytëzim prostitucioni të parashikuar nga Kodi Penal Italian. Ndërsa në kuadër të fazës operacionalia 40, shërbimet e Drejtorisë Forcës Posaçme Operacionale kanë bërë të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin me qëllim ekstradimin drejt Italisë të shtetasit Roland Ibrahimi alias Ali Meci, 40 vjeç banues në Laç. Gjykata e Torinos, Itali, në vitin 2024 ka dënuar të shtetas me 4 vjet e 3 muaj burg për veprat penale, organizatë kriminale, grup kriminal dhe vjedhje rënd të parashikuara nga Kodi Penal Italian. Operacioni vijon për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe kombëtar.